Nga të gjitha furçet që kam, mendoj që vetëm një ju duhet patjetër. Vetëm me këtë furçe mund ta bëni të gjithë bazën. Kjo është nga Hourglass dhe që kur kam marrë këtë vetëm këtë kam përdorur. Para kësaj përdorja këtë të Marios dhe kjo është shumë e mirë, por ma kjo më pëlqen më shumë. Le ta bëjmë bazën të gjitha me këtë. Është hera e dytë që e bëj bazën, por po vete një herë që t'ja tregoj me këtë furçen. Si fillim po vendos një primer, vendos atë të Say Beauty, Natasha Denova Liquid Bronzer, e vendos një herë në dorë, pastaj do e marr me furçen. Kjo ka këndin perfekt për pjesën e mollzave. Unë gjithmonë kam qejf që të jem shumë specifike me vendosjen e produktit dhe kjo e bën shumë të lehtë si gjë, sepse përveç se kam shumë kontroll se ku e vendos produktin me të, në të njëjtën kohë për hap nuk e lën si viz. Unë nuk e prisja të më pëlqente kaq shumë. Jo më të ishte e vetmja furçe që po përdor për momentin. Thjesht e hap në mënyrën më perfekte. Për blush do përdor këtë nga Say Beauty në shadin Lady. Do vendos pak të hunda dhe të mollzat si për bronzerit. Sidomos blushin e dua në një vend shumë specifik. Më pëlqen që ta çoj këtu lart dhe shumë pak ta sfumoj për në mes të fytyrës. Tani çfarë ka ngelur në furçe po e fshi pak fare, që do bëj pjesën e concealerit. Për concealer dhe kjo furça më ka pëlqyer shumë. Thjesht në kjo video po tregoj se si mund ta bëni të gjithë make-upin vetëm me këtë, se edhe kjo është shumë furçe mirë, është nga House Labs. Për concealer do përdor dy, këtë nga Lancome. Ky concealer më pëlqeu shumë, thjesht nuk më pëlqen shumë kur e hap, del gjithmonë produkt dhe e hap me shumë kujdes që mos më bëj pjesë në një gjë. Dhe sipër këtë të Hourglass, dhe këtu që të zjas pak të pjesën e bardhë. Gjithmonë më ka pas pëlqyer ti përhapja produktet me një sfungjer, por që kam provuar këto furçet, ka ndryshuar komplet rutina. Ja siç duket kur është përhapur në mënyrën më perfekte. Ja tek është e gjithë baza e përfunduar. Nuk e di nëse e keni provuar ndonjëherë këtë furçe, nëse po më thoni në komente si ju duket. Tani ika të përfundoj pjesën tjetër të make-upit.